Tani më prom cigare dhe tani prapë. Jo, po kjo për më kapët mu non, thot ku e ki mamin. Kush ta ku e ki mamin? Çka thoni kështu? Çka the? Se të qani kështu? Çka ne përmane ti? Pse përzim? Qysh ku e ki mamin? Pse Qysh ku e ki mamin? Kamera aty në Pse po përzim fjallin mamin? Qysh mamin? Kush pra mamin? Kush pra mamin? Kalzam. Kush pra mamin? Nëse unë kom thonë mamin, dal direkt. Po gënjeu femra nuk ka gjë më të shpifur në familjen, shoqërinë, në botë njerëzillik. Nuk ka gjë më të shpifur nëse gënjen femra. Që thot kjo? Kush përmendi mamin, thot. Ndërkohë i tha që i thështe Alba kështu do sqarohesh ti? Ja se sa ti vjen mami, pret sa ti vjen mami. Ja dëgjoni këtë videon këtu. Nuk do në këthesh përgjigja? Kështu do i flasim dhe i zgjidhim gjërat, pa këtë përgjigja. Se ka mamin këtu, s'ka argumente. Qysh? Po tani për shembull. Ta pranova cigaren për respekt. Tani çfarë do bëj kjo me qesha? Do dali kjo? Se kjo tha nëse ja kamrat këtu tha, edhe nuk kam thënë s'kam përdor fjalën mami unë. Ja më të plaçi syt. Ja. Ja ku e keni? Që i ka thënë sa të vi mami, si ka ardhur mami hala. Ndërkohë kjo është shketa maman se ka. Kështu kam dëgjuar, kështu kam marrë vesh, që se ka të jamën. Po sa gënjen më i fyt, shka të dreqit, u marrë dreqit, shalëshorat e leshit, ha. Po sa gënjen, të hinë 12 dreks, i thënë mua betit.